Televizioni publik I Zvicrës ka emetuar një hulumtim fantastik mbi fenomenin e vjedhjes së biçikletave në Zvicër. Në këtë vend, çdo vit vidhen 10 mijëra biçikleta dhe biçikleta elektrike. Vetëm në vitin 2024 u raportuan 54.308 raste. Gazetari I emisionit Rundschau e pajisi një biçikletë elektrike me gjurmues GPS dhe Bluetooth dhe e la para një dyqani që mbikëqyrej me kamera. Natyrisht biçikleta ishte e siguruar me dry. Pas 2 javësh biçikleta u vodh, pasi I u thye dryni. Ekipi e ndoqi rrugtimin e biçikletës me anë të GPS-it. Pas disa muajsh, biçikleta fillimisht u lokalizua në Prizren. Atje ishte sjell me autobus nga Zvicra. Më pas biçikleta u gjet në Shqipëri te një person privat. Në Shqipëri u hap një procedurë për blerje të mundshme të mallrave të vjedhura. Detaje të tjera policia nuk dha. Vjedhja e biçikletave është rritur dukshëm vitet e fundit, sidomos në Basel. Afërsia me kufirin francez dhe gjerman lehtëson dërgimin e biçikletave të vjedhura jashtë shtetit. Shumë prej tyre dërgohen fillimisht në Francë, pastaj mëtej në Ballkan ose Afrikën e Veriut. Vetëm në vitin 2023, dëmi të cilin e kam paguar sigurimet për vjedhjet e biçikletave ishte 83.2 milion franga. Hulumtimi është një shembull manitës I gazetarisë së vërtetë.